Vetëm 48 orë pasi kurorizuan dashurinë e tyre, 25 vjeçari Cleo Vrioni dhe bashkëshortja e tij italiane 26 vjeçarja Sara Brugnatelli humbën jetën tragjikisht në një aksident rrugor në Manës të Durrësit. Në të njëjtën ngjarje humbi jetën edhe 15 vjeçari Alvi Muhaxhiri, ndërsa 2 të rinj të tjerë mbeten të plagosur. Aksidenti i rënd ndodhi në orën 2:22 të mëngjesit në një rrugë dytësore, teksa të rinjt po ktheheshin nga një lokal nate në zonën e Maminasit. Cleo Vrioni, që po drejtonte automjetin, humbi kontrollin dhe makina u përplas me një bordur betoni. Automjeti është shkataruar thuajse plotësisht, ndërsa pjesët e tij janë shpërndarë në rrugë. Përplasja rezultoi fatale për drejtuesin e mjetit, bashkëshorten e tij dhe 15 vjeçarin, të cilët humbën jetën në vendngjarje. Të plagosur mbeten 26 vjeçari Rejsi Vrioni dhe një 16 vjeçar. Të dy u transportuan drejt Tiranës për trajtim të specializuar. Burimin nga Spitali i Traumës thon se 16 vjeçari ka pësuar dëmtime të shumta në gjymtyr dhe në pjesën e qafës dhe ndodhet në gjendje të rëndë, ndërsa 26 vjeçari Rejsi Vrioni është në gjendje të stabilizuar, por vijon të mbetet në monitorim mjekësor. Dyshohet se drejtuesi po lëvizte me shpejtësi nga 115 deri në 130 km/h kur ai humbi kontrollin, ndërsa sipas të dhënave paraprake, Vrioni mund të ketë qenë edhe në efekt në alkoolit.